Unë e di nga eksperjenca jam se sa është rëndësishme fjala e parë të del jashtë, sepse është e pa manipulueme. Është shumë e vërtetë, është shumë e pastër. Ato tjerat janë sisteme, se menon për shembull, ego e thot, po, mund është me thonë kështu. E kështu që të jemi me të vërtet në momentin e dur. Kur po e thua fjala e parë se më intrigoi kjo shpesh herë ne kur sidomos në grindje njerëzit thonë që fjala e parë, por a i bie kjo që pastaj kur i bim pishman në fakt ajo fjala e parë ka vlerë, se shpesh herë thonë që vetë nervozë sipër e kemi thënë. Po këtu nuk ka, jeta nuk është proces ku mune me thonë ka diçka që i bim pishman. Pse? Se një jetë e kemi. Kur vdesim, mune me ropë pishman sa dush. Nuk është diçka, është proces i heshtjes. Po është me rëndësi fjala e parë, sepse është e pa korruptume. Kur e thun nga një emocion që të ka shty me botën një fjallë tillë, ka arsytim, ka diçka nga mrena, ose ka pas një emocion si një lloj teli që të ka prejkë diku në zemër, edhe ke thonë. Nuk ka fjallë të keqe që vjen si fjallë e parë, mirë po që shtjerët e pranojnë, është diçka tjetër, po ajo nuk është problemi jot, është problemi tyne. Veç po i bie që ajo fjala e parë mund të jetë e vërtetë në çdo rast. Patjetër.